Sot është mbajtur një mbledhje aksionarëve ndërmarrjes publike Termokos. Jo zyrtarisht Kallxo.com mëson se në këtë mbledhje është shkarkuar bordi i vjetër dhe është emëruar bordi i ri, ku pjesë e bordit të vjetër ishte edhe djali i Axhës së Florent Maliqit, i cili mban pozitën e shefit të kabinetit të kryetarit të Prishtinës. Përndryshe, ditëve të fundit, Maliqi është përballur me akuza publike lidhur me disa pretendime për legalizime të paligjshme në kryeqytet. Ndërkaq ekipit të Kallxo.com nuk i është lejuar që të hyjë brenda hapësirave se ku është zhvilluar kjo mbledhje. Kallxo.com ka tentuar disa herë që të marrë sqarime lidhur me mbajtjen e kësaj mbledhjeje, edhe nga anëtarët e Komisionit të Aksionarëve të Ndërmarrjes, Egzon Pacolli, Bekim Gashi dhe Florian Dushi, por ata nuk kanë qenë të qasshëm. Po ashtu, Kallxo.com ka tentuar që të marrë një përgjigje zyrtare edhe nga Termokosi, por as kjo ndërmarrje nuk ka kthyer përgjigje deri në publikimin e materialit. Ndërkaq, Shukrie Morina, tashmë ish anëtare e bordit të ndërmarrjes, në një përgjigje për Kallxo.com, ka konfirmuar se sot, më 10 gush 2026, është liruar nga detyra e anëtares së bordit. Morëm vesh që është mbajtur sot një mbledhje e komisionit të aksionerëve në Termokos, edhe është shkarku bordi i vjetër. A keni qenë anëtare e bordit deri tash? Po. Realisht na kemi kry mandatin. Okej. Edhe kemi pas një vendim vetëm deri në vendimin tjetër, kështu që në mars e kemi kry mandatin. Kështu ligjërisht, 3 vite. Ja, keni ndonjë informacion nëse sot është emëruar bordi i ri edhe rrjedhimisht pra ju nuk mundi me vazhdu me qenë pjesë e bordit? Drejtën me ta thonë, unë vetë sa e mora një mail, një njoftim që jemi liru nga detyra, ma shumë jo, s'kam asnjë informacion. E qartë. Njoftimin sot e keni marrë përmes email-it apo? Pak më herët, s'ka gjysore.